Në disa raste mësimdhënësit kanë përdorur kartelat e njëri tjetrit. Por ne kemi probleme me dy mësimdhënës tjerë. Katër profesorë të Universitetit Kadri Zeka në Gjilan pretendohet se i kanë keq përdorur kartelat e tyre të punës duke i regjistruar hyrje-daljet e tyre njëri tjetrit në punë. Për këtë kemi marrë informacione se ata janë dërguar në Këshillin e Etikës të Universitetit Kadri Zeka, i cili këshill ka rekomanduar që për ta të shqiptohet vërejtja me shkrim. Dhe këtë ja ka rekomanduar Senati të Universitetit Kadri Zeka, të cilët edhe kanë miratuar që atyre të shqiptohet vërejtja me shkrim. Por ne kemi ardhur me pyetje rektoratin se si kanë identifikuar këto hyrje-dalje që ja kanë bërë njëri tjetrit e që pretendohet që ja kanë bërë këta profesor dhe se çka kanë ndërmarrë realisht për këtë rast. Kemi informacione që në disa raste mësimdhënësit kanë përdorur kartelat e njëri tjetrit, me fjalë të tjera kanë poseduar në mënyrë të padrejtë kartelën që është që i takon një personi tjetër, një mësimdhënësi tjetër, kanë poseduar profesora tjerë dhe me këtë kanë bërë hyrje-dalje, me fjalë tjera kanë mashtruar institucionin dhe shtetin që janë në vend të punës pa qenë fare. Komisioni për vëzhgimin e sistemit të kamerave i krijuar nga Universiteti i Gjilanit ka konstatuar që 4 profesorët Ardian Emini, Bajram Fezullahu, Musa Ajeti dhe Kastrio Dërmaku kanë abuzuar me kartela brenda periudhës 28 mars deri më 19 prill 2024. Komisioni ka bërë një listë ku ka dëshiruar të verifikoj disa raste. Nga çdo fakultet janë marrë si provë nga 2 mësimdhënësit që kanë hyrje më së shumti dhe disa që kanë qelluar kështu rastësisht në mënyrë që të krijohet një ide më e madhe nëse me të vërtetë sistemi është gabim apo kemi keqpërdorimet kartelave. Dhe nga këto verifikime është vërtetuar se 4 prej tyre do të thotë kanë keqpërdorur kartelat, 2 nga ata kanë qenë shumë korrekt, kanë thënë që kanë bërë gjëra të tilla sepse ndoshta edhe në të kaluarën kanë ndodhur dhe nuk kanë qenë koshient se kjo është vepër, por ne kemi probleme me 2 mësimdhënës tjerë të cilët jo vetëm që nuk kanë shprehë keqardhje për veprat që kanë bërë, që do të ishte minimumi i çdo gjëje, edhe si profesor, si akademik, njëri nga ta dhe profesor nga fakulteti juridik, që do të ishte edhe njerë tash gardian i mbrojtjes së ligjshmërisë, por ata kanë rritur deri në atë pikë ku edhe kanë bën kallëzim penal ndaj institucionit dhe ndaj gjithë mësimdhënësve të cilët kanë qenë pjesë e Këshillit të Etikës, kënse ju ka thyer privatësia. Profesori Musa Ajeti është arsyetuar sepse nuk mendon që ka mashtruar duke ia dhënë kartelen e tij të punës profesorit Bajram Fezullahu për t'ia regjistruar hyrje-daljet në punë. Ja keni dhënë kartelën e juaj profesorit Bajram Fezullahu për me regjistru hyrje-daljet? Për 2 javë, 2 gjysë që ka. A mendoni që keni mashtru përmes këtij veprimi që keni bëu? Jo, mare, unë e kom punu monografien, ajo të shumë që në hotel mua, më pagu hotel, që të zetë, a lejet e më asë po. Se kemi vetë direktorin, vetë një kapim për kemi po, që të kemi mori leje. E pse nuk e keni punu monografi në zyre të universitetit, në zyrën e juaj? Po të kom shfarë zyre, ku mund me po, zyre do 30 libra me po të të. Profesori Musa Ajeti ka pas për mu përgadit tash për thirrje akademike për profesor të rregullt. Në mes tirash, më ka kajt në dert, thot ditëve kur nuk kam ligjerata, nuk kam konsultime, as nuk kam kur far, kur gjë, a mundesh për me ma bo këtë far evidence, atë far kliki, se kam me përgadit monografi, kam mu përgadit për thirrje akademike. Unë e kam pranuat. Ne jemi staf akademik, ne duhet për me pas lirinë e plot akademike për mu marrë me punë shkëndësore, mu marrë me punë tona, me përgaditjen e ligjeratave e tjera. Nëse nuk kemi punë në zyre, unë se paku konsideroj na inventari zyres nuk jem. Na në administrat nuk jemi të punu, na jemi kuadër shkëndësor. Kurse profesorët Ardian Emini dhe Kastrio Dërmaku e kanë mohuar se i kanë keqpërdorur kartelat e punës të njëri tjetrit për regjistrimin e hyrje-daljeve në universitet. Të dy dyshojnë se pamjet e kamerave ku pretendohet se janë vëzhguar duke i keqpërdorur kartelat janë të manipuluara. Ashtu siç unë nuk e kam keqpërdorur asnjë kartel të dikujt tjetër. E njëjta gjë vlen edhe për profesor Kastrio Dërmakun.
Përkatësisht, as profesori Kastriot nuk e ka keqpërdorur kartelën time. Askujt nuk ja kam dhënë kartelën time. Siç e theksova më lart, unë dyshoj se ka pasur manipulime me pajisjen e regjistrimit të hyrje-daljeve nga ana e menaxhmentit. Ky dyshim bazohet në faktin se, kur kemi kërkuar ekspertizën e pajisjes së regjistrimit të hyrje-daljeve, kjo kërkesë na është mohuar në mënyrë kategorike, gjë që e forcon dyshimin ton. Edhe një herë, deklaroj se kur nuk e kam keqpërdorur asnjë kartel identifikuese të ndonjë kolegu apo të profesor Ardian Eminit gjatë ftesës për intervistë, pavarësisht kërkesës parashtruar për qasje në shkrethat e lëndës në provat materiale, e njëjta na është mohuar, nuk janë prezantuar fare prova inkriminuese. Kjo dëshmon se i gjithë procesi është një manipulim i plot dhe një tentativë për shantazh. Ekzistojnë dyshime se incizimet janë të prera dhe të montuara, ndërsa pajisjet nuk kanë dokumentacion të vërtetuar për kalibrim të rregullt. Vërejtjen që e ka shqiptuar Senati ndaj profesorëve e kishte kontestuar në gjykatë profesori Ardian Emini. Gjyqtari i gjykatës në Gjilan, Arben Gjeladini, ka vendosur në favor të Eminit dhe ka anuluar vendimin e Senatit. Gjykata ka vlerësuar se vendimi i Senatit të Universitetit Publik Kadri Zeka është i kundërligjshëm, pasi me aktet e brendshme të saj nuk i është përmbajtur ligjit për zyrtarët publik për zhvillimin e procedurës disiplinore. Në shkurt të këtij viti, Universiteti Kadri Zeka është ankuar në gjykatën e apelit ndaj vendimit të gjykatës dhe ende pret epilogun e kësaj ngjarjeje. Gjykata e apelit e ka konfirmuar për Kallzo.com se kanë pranuar ankesën e UKZ-s dhe se pritet të zgjidhet. Kurse ndaj 4 profesorëve, rektori Dërmaku ka treguar se kanë ngritur kallëzim penal në prokurorinë themelore në Gjilan për mashtrim. Sipas universitetit, prokuroria themelore në Gjilan i ka pushuar hetimet për profesorët Emini, Fejzullau dhe Ajeti, por jo dhe ndaj Kastriot Dërmakut. Ata thonë se janë ankuar gjatë muajit mars në prokurorinë e apelit në Prishtinë kundër aktvendimit për pushimin e hetimeve ndaj Eminit. Prokuroria në Gjilan ka treguar se në cilat raste i ka pushuar hetimet e cilat janë në proces. Prokuroria themelore në Gjilan me datën 3 mars 2025 ndaj personit me inicialet A.E ka pushuar hetimet. Departamenti i Përgjithshëm me datë 24 shkurt 2025 ka hudhur kallëzimin penal ndaj personit me inicialet B.F, ndërsa 2 rastet të tjera janë në proces. Në ndërkohë, sipas rektorit Dërmaku, nuk është raportuar që ndonjë profesor tjetër është duke abuzuar me kartela prej që është zbuluar ky rast.